10 nëntor, Ngriuni luftoni për vendin tuaj. Mbas festave të 8 nëndorit, i gjithë nëndori është festa për Ramën, Palloshin, Ballukën, Lubin. A i pat që ullën krah njëri tjetrit, çfarë kujton? Përpara se ta torturonin e t'i hiqnin dhëmbët, ta vrisnin duke mbytur me tel Kadria Zbiun, Hoxha e Nzorit fliste në paradën e një majt, e dërgoi edhe tek konferenca e Pezës. Kjo po ndodh edhe tani. Mbreti Zog, kur ndërtoi sistemin e prefekturave, bashkisë, ju la të drejtë njerëzve të tij që të gjenin emrime shqip, se si do të quhej ajo që ne sot quajmë bashki. Dhe në mos gaboj, Musa Kruja erdhi me një emër të bukur, le të themi progonatin e quajtën Stërgjyshës, ndërsa ndërtesën kur njerëzit do të zgjidhnin hallet, nevojët, e quajti nevojtore. Jo bashki, pra nevojtore Shkodrës, nevojtore Tiranës, dhe mendoj se i duhet kthyer ky emër sot me këto që po ngjasin, kur nuk votojnë as 10% e shqiptarëve. Kanë drejt, kanë. Sistemi është i vjedhur. Sistemi duhet të jetë si këtu, kur një islamist dhe komunist arrin të fëtojë edhe pse mashtron. Çfarë ndodhi me Mamdanin? Inflacioni i notave nëpër kolegje prodhoi proletariatin e Mamdanit. Të diplomuarit e pa punë në kolegj fajsojnë sot kapitalizmin, por fajtori vërtet janë subvencionimet pa kufi për arsimin e lartë. Është një problem i madh. Drejtori ekzekutivi një kompanie Palantir, Alex Karp, ja atriboi zgjedhjen e Zoran Mamdanit si kryetar i bashkisë të New Yorkut një lufte të kundërt klasash. A i thot se mendoj se mesatarja e të diplomuarve të universiteteve të larta që votuan këtë kryetar bashkie është shumë e mërzitur, nga që arsimi tyre nuk është aq i vlefshëm, dhe personi në rrugë që di të çpoj naftë dhe gaz transferohet në Texas dhe ka një profesion më të vlefshëm se këta që marrin universitetet e Ivy League. A i ka drejt. Kolegjet kudo në Amerikë, për këtu në New York State, po diplomojnë një tepris të të rinjve që nuk kanë aftësi të forta ose dhe të buta. Edhe pse punëdhënësit ankohen për mungesën e punëtorëve të kualifikuar, një proletariat në rritje, i arsimuar në kolegj, nuk mund gjej punë për të cilat dëshiron të punoj. Ata besojnë se diplomat e tyre nuk po shpërblehen në mënyrë të mjaftueshme nga tregu lirë, ndaj fajsojnë kapitalizmin, si përmarrjen e lirë. Por fajtori i vërtet është subvencionimi i madh qeveritar i arsimit lartë. Kjo ka shtrembruar furnizimin me punë. Më shumë se 7 milion kanë marrë diplomat bachelor dhe kanë hyrë tek fuqia punëtore që nga janari 2020. Ndërkohë që numri i punëtorëve pa diploma universiteti ka rënë me 200.000. Dhe ata që kanë gjysmë diploma, pra 2 vjet kolegj, janë 1.1 milion. Ai që quhet brezi baby boomers në profesionet punëtore dalin në pension. Kështu që mungesa e fuqisë punëtore po rritën në industri si ndërtimi, transporti, kamionat, prodhimi. Dëbimet që Trump po bën me migrantët e keqësojnë më shumë këtë problem. Pothuajse 50% e pronarëve të bizneseve të vogla raportuan më pak ose as pak aplikant për punë muajin e kaluar, sipas një ankete të Federatës Kombëtare të Biznesit Pavarur. Gjetja e punëtorëve të kualifikuar po rezulton e pamundur. Kështu tha një prodhues në Missouri. Kjo u pasqyrua në një punishtë makinash në Kaliforni. Ne duhet t'i mësojmë përsëri zanatet në shkollat e mesme, sepse punët me zanat mund të paguhen më mirë, por ka një mungesë njerëzish të gatshëm, të aftë që të bëjnë atë punë.
Shumë të rinj të diplomuar në kolegje janë të papunë sepse nuk janë të gatshëm ose të aftë të bëjnë ato punë që janë të disponueshme. Që nga tetori 2024, rreth 30% të moshës 20 deri në 29 vjeç, që kishin marrë diploma bachelor, nuk punonin. Krahasuar me 22% për ata që kishin marrë gjysmë diploma në të njëjtën periudhë. Associated degree është kur ke 2 vjet në kolegj, mëson një zanat. Kjo është sipas dhënave të Birout Statistikës Punës. Për fat mirë, shumë të diplomuar në kolegj, ata kanë prindër me mjete për t'i mbështetur financiarisht, ndërsa kërkojnë punën e përsosur. Ndërsa të rriturit apo të rinë me përjardhje më të ulët, mund mos jenë aq të zgjedhur për punët sepse nuk kanë mundësi ta përballojnë. Ata do të shpërndajnë paketa për Amazon, do të punojnë si kashier supermarketit për të paguar faturat e tyre. Të diplomuarit e fundit e shikojnë një punë të tillë të rëndë, edhe në nivelin e tyre, dhe mendojnë se punëdhënësit janë shumë kërkues. Dalim tek gjenerata Z. Për ta, ata që janë 29-30 vjeç, puna është më depresive se sa papunësia. I gjithë procesi i gjetjes dhe i mbajtjes së një pune fillestare është bërë një përvojë raskapitëse njerëzore në dekadat e fundit. Të rinjt ankojnë se punëdhënësit po monitorojnë produktivitetin e tyre me teknologji mbikëqyrje dhe ata presin që të bëjnë 6 punë në javë në punë 40 orëshe. Pra, është shumë i ngarkuar. Si guxon punëdhënësi që të refuzoj t'i paguaj ata pse shfletojnë TikTokun? Është e kuptueshme që të diplomuarit mund të ndihen të indinjuar për kërkesat e punëdhënësit, pasi kanë fituar diplomat me një mesatare të shkëlqyer, por kjo nuk i jep në një punë rëndësie për një punë mediokre. Një raport i kohëve të fundit i Harvard zbuloi se notat A, pra maksimumi, përbëjnë 60% të notave, kur 2 dekada më parë vetëm 25% dilnin me nota A. Në Yale është 80%. Pothuajse kërkohet një përpjekje për të marrë notën kaluese C. Në një nga shakat më të vjetra për Bashkimin Sovjetik, dikur një punëtor thoshte: "Ne bëjmë sikur punojmë dhe ata bëjnë sikur na paguajnë." Kjo është një shkallë e pakëndshme. Universitetet amerikane tani punojnë në një mënyrë të ngjashme. Studentët bëjnë sikur bëjnë punën e tyre dhe akademikët bëjnë sikur i vlerësojnë ata. Prindrit dhe studentët që paguajnë $80,000 në vit presin nota të larta. Standardet akademike të lehtësuara dhe inflacioni i notave që rezulton kujtojnë se si vlerësuesit e kreditit, të cilët paguheshin nga bankat, dhanë dikur vlerësime AAA për letra me vlerë të mbështetura nga hipotekat subprime në prag të krizës financiare të viteve 2008-2009. Tregjet u bllokuan, ndërsa sekuestrimet e shtëpive u rritën dhe e vuajtën shumë blerësit. Këtë përfitoi pra Mamdani, këtë lloj proletariati të studentëve të diplomuar, të cilët nuk po i gjejnë dot punë sipas notave të tyre të shkëlqyera. New Yorku është një qytet që kryesorën ka energji. Gjithkush që vjen në New York gjen punë. Fillimi natyrisht është i vështirë. Duhet të jesh i përgatitur të bësh çdo gjë. Personi që di një lloj profesioni, një lloj zanati e ka më të lehtë. Nuk ka të bëjë anglishtja. Unë shpesh e them që sa më pak anglisht të dish,
aq më shumë do të avancosh, sepse ti do të jesh i detyruar të hapësh biznesin tënd. Por anglishtja mësohet sepse si qeveria lokale e sitit dhe ofron programe, edhe falas. Mamdani e quan veten socialist demokrat dhe thot që unë gjaj me ata suedis dhe të norvegjis, por brown, jam kaf. Dua dinjitet. A i kërkon të taksoj më shumë 1% të banorëve të New Yorkut që kanë të ardhura mbi $1 milion. Por ky nuk është sistemi kapitalist i sipërmarrjes lirë. Është dashur shumë punë, djers, gjak të ndërtohet ky qytet madhështor. Për ta shkatruar, mjafton një mandat i Mamdanit. Mos i duket habi. Ka ndodhur me qytetet tjera, Detroitin, Los Angeles, Chicagon, kudo që sundon e majta me shpenzime maramëndse, këtë problem sjell. Natyrisht që Mamdani ka kapur strehimin. Këtu quhen zona, nuk të lejohet në zonat ku ka vila dy kaçe të ndërtosh pallate të mëdha. Dhe kështu kërkesë oferta bën që çmimet. Ai ka një platformë për strehimin e Vjenës. Strehimi i Vjenës është fenomenal në Europën perëndimore, që ratë më tulta. 85% të pronave janë pronë e bashkisë, ose me qerat ullët, ose me programe blerje me interese shumë tulta. A do ta bënte dot Mamdani tek qendra financiare e botës? Nuk është aq e lehtë. Kanë filluar problemet për të kur është regjistruar për në zgjedhje entry, ka disa shkelje. Guvernatorja Hackle është demokrate, por nuk mund të favorizoj Mamdanin me rritje taksash për të ardhur, sepse ka zgjedhje vetë në ndorë. Në qoftë se Stefanik republikane e merr, do të kemi 2 trysni. Në qoftë se ai shkatron departamentin e policisë, forcat ushtarake vijnë nga Trump. Dhe guvernatorja ka të drejtë të shkarkojë. Pse ndodhi kjo? Sepse një masë e madhe e të rinjve nuk pëlqejnë sistemin e çastit aktual dhe miliarderët dhe trilionerët që krijohen nga ky sistem, kur klasa e mesme paguan shumë dhe të varfërt vuajnë tepër. Por ky është sistemi i sipërmarrjes lirë dhe problemi që ka arsimi, kolegjet e treguan qartë. Njerëzit e parsimuar me nivel e blen mashtrimin e Mamdanit, por fundit ai nuk i volli zgjedhjet. Përse nuk ka Mamdan në Shqipëri? Ishte Erion Valiaj, Mamdan e kaluar Mamdanit. Dhe unë besoj se Mamdani do të përfundojë si ai, do të korruptohet të paktën bashkëshortja vet. Sepse sistemi këtu të korrupton. Do të ketë $1 trilion në dispozicion. Natyrisht që në Shqipëri ka shumë gjitholog, nuk e njohin situatën dhe unë nuk kam kohë të merrem të u shpjegoj, sepse njeriu beson atë që don të besoj. A më vjen keq me atë që ndodhi me zgjedhjet parciale bashkiake, edhe më vjen dhe nuk më vjen. Nuk ka përse të jepet kaq rëndësi. Në qoftë se bëjnë një paralele këtu, nuk ka dekret nga Trump për zgjedhjet për kryetar bashkie. Dhe kryetari i bashkisë këtu shkarkohet në qoftë se kapet dhe është në qeli. As nuk diskutohet dhe shkarkon guvernatori dhe nuk shkon tek gjykata supreme. Nuk ka shans. Rama Palloshi është trembur nga lubia. Fakte që dalin ngjitur me njëri tjetrin. Grupet kriminale të saj më të forta. Milionat që kalojnë, ajo i di shumë nga sekretet e Palloshit. Thuhet që është non grata. Mund ta bëjnë publike. Ai vazhdon të jetë injoruar. Nuk mund të blesh çdo gjë. Shuplaka ishte ndaj Ramës, ndaj Palloshit, kur dhe në Vlorë nuk shkojnë më shumë se 11.000 vetë, kur 10.000 është bashkia. Grupi tjetër duhet të ndryshojë strategjinë. Nuk ka kohë më për deputet amorf, butak. Regjimi nuk ndryshohet me votë, me revolt.
me përballje dhe nëse bëjmë një krahasim me regjimin e kohës Hoxhës para Arsit Ramës, ai regjim nuk të lejonte ta kundërshtojë. Ky regjim të paktën nuk të ndalon dot ta kundërshtosh, të protestosh. Kjo do të ishte zgjidhja. Ju falenderoj. Kudo në Shqipëri.